Dita e mësuesit 7 marsi festohet sot në të gjithë trevat shqiptare. Kjo ditë festohet në të gjithë shkollat e vendit, me aktivitete të shumta në shenjë falënderimi për mësuesit për punën që kryejnë në edukimin e brezit të ri, e cilësuar si ngjarje me rëndësi arsimore dhe kulturore. Sot në të gjithë kujtojmë mësuesit e parë të shkronjave shqipe. Dita e mësuesit i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve në këtë ditë. Gjithë së bashku nderojnë traditat më të mira të shkollës kombëtare shqipe, si dhe figurat e mësuesit. Mësuesit shqiptar, në çdo kohë dhe në çdo krahin, kanë qenë jo thjesht profesionistë të arsimit, por në radhë të parë ishin patriot dhe njerëz të emancipuar, human dhe artistë të fushave të ndryshme. Më 7 mars të vitit 1887, në Korçë u hap mësonjtoria e parë shqipe. Mësues dhe drejtori i parë i saj ishte Pandelis Sotiri, veç tjerash. Kjo ngjarje ishte fitore e madhe për popullin shqiptar, parsiderja të herë, dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht nëpër shtëpi në mënyrë të fshehtë, kështu që nga ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit, për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. Mësonjtoria e Korçës qëndroi e hapur për gati 20 vjet. Drejtues të saj ishin figura të njohura të rilindjes shqiptare, si Pandelis Sotiri, Petronini Luarasi, Nuçi Naçi, Thalmo Avrami e të tjerë. Kontributi i madh që këto adhektar dhe veprimtar të shuar dhanë për kombin, dëshmuan nga dëshira e zjarrt se ato kishin për të përhapur dijen në popull.